Altin Dumani është problemi kryesor i drejtësisë në Shqipëri. Të ardhot që ju kanë marrë nga llogarit janë $50 milion. Janë çik më tepër ato, po 50 milionë janë të shkruar në vendimin e formës prerë. Po e na shohin kurrë kush ti hedh lekët, $50 milion është shumë. Atëherë se kush më hedh lekët, mua shko pyet në prokurori, ta japun përgjigjen. Bile ata prokuror thonë atje prit sa ti grumbullojmë ne se shteti s'ka para. Shteti mban vetëm me paratë e mia? Unë jam budalla, Kthe çik. Vim tek tema. Jo, kjo është pjesa kryesore. Kjo është pjesa kryesore. E kuptoni ju apo ja? Që ata kanë mbjell gjithë opinionin publik kundër meje me këtë lloj kështu. Këtu një shudhiter i jepet Izraelit, dhëndrit Trumpit është çifut gjysma e Shqipërisë ka ikur pikërisht për shkak të tyre. Për shkak të një gjendje të tmerrshme ku shpërfillen njerëzit në mënyrë të pa imagjinueshme. Ne po e fusim veten në konflikt me atë lloj politike, edhe me këta lloj gjyqtarësh e prokurorësh. Një mendim për rastin e vrasjes së gjyqtarit. Dëgjoj, konkretisht nuk flas dot se dhimbja për ata që e kanë në familje është shumë e madhe. Pra nuk flasim për qenie njerëzore si njeri, flasim për pelerinën e tij. Nuk mund t'i ndajmë dot njerë për njerë, se njeriu dhe funksioni njeriu janë bashk në rastin konkret. Unë në fakt kam bërë një video pikërisht për këtë njeri, para një vitja, 2 vjetësh nuk e di se shi, dhe në një moment tjetër do ta riheth. Për momentin ma kanë blokuar Facebookun, fare. Policia ma ka blokuar Facebookun në momentin që ka dashur të hedh një status për Altin Dumanin. Dëgjojeni mirë, për Altin Dumanin. Dhe Altin Dumani është problemi kryesor i drejtësisë në Shqipëri. Do pyesni ju pse Altin Dumani? Sepse Altin Dumani është atje pikërisht për të mbajtur nën kontroll gjyqtarët dhe prokurorët. Ai shpëton të gjitha atje, janë një mal me kallëzime për prokurore, për gjyqtar, që ai nuk i lëviz vendit, ata marrin në mbrojtje pareshtur njëri tjetrin dhe durimi i njerëzve ka arritur atje ku s'man me. S'man me. Të njëjtën gjë bën ILDKP-ja, domethënë Inspektorati i Lartë për kontrollin e pasurive dhe konfliktin e interesit, të njëjtën gjë bën Inspektorati i Lartë i Drejtësisë. Domethënë këtu po riformatohet një sistem gjyqtarësh dhe prokurorësh të paprekshëm dhe super maskarenj, në kuptimin e mirëfill të fjalës. Lejnë çat dërdëllisin ata që mbushin televizionet çdo natë se po anatemojnë gjyqtarët dhe po anatemojnë prokurorët. Do t'ju them të parën fare. Gjyqtarët që kanë integritet, që kanë profesionalizëm, që bëjnë punën e tyre me ndeshmëri, ta mbajnë veten krenar sepse po bëjnë një shërbim të madh popullit. Ata të tjerët që janë zhytur kokë e kem në korrupsione, në gjobvenje, të gjejnë vend ku të futen, se do t'i gjejnë më keq se Arben Ahmetaj. T'jenë të sigurt për këtë. Sipas jush, gjyqtari në fjalë që humbi edhe njerë, nuk dua të flas për rastin konkret. Nuk dua të flas për rastin konkret sepse në radhë të parë unë nuk e njoh mirë si problem. Jo, nuk duhet me gjyqtarin tërsi, po them e vrau ai mërzia e popullit, mblefi i brendshëm apo ana tjetër e errët që gjithë ne mendojmë korrupsion. Jo, nuk mendojmë ne, janë me fakte ato, nuk mendojmë ne, se tjetër të mendosh dhe tjetër ti kesh me fakte. Gjysma e Shqipërisë ka ikur pikërisht për shkak të tyre. Për shkak të një gjendje të tmerrshme ku shpërfillen njerëzit në mënyrë të pa imagjinueshme. Unë kam mbi 100 kallëzime në prokurorinë rreth Tiranës, të Durrësit dhe në SPAK. 30 janë vetëm në SPAK. Nga ju personalisht? Nga unë. Deri në datë 23 qershor kanë qenë 25 kallëzime ja kam marrë me firmë Altin Dumanit. Asnjë tim. Pse nuk jetojnë? Se s'duan, janë të lidhur me njëri tjetrin, ata ja din maskaradheqet njëri tjetrit. Çfarë jetojnë ata? Po me to veti mua të jetoj unë ty. Po në zore ti të mia të palara të nxjerr unë të tuat. Ky është loja. Ata janë të tërë pjesë e lojës. Ata grabisin ditën për diell. Edhe ju besoj keni probleme pronësia apo? Ka pronësia, kanë 17 muaj që nuk e regjistrojnë procedimin e formës prerë me $50 milion. Janë 5 bankat më të mëdha të Shqipërisë, duke filluar që nga Banka e Shqipërisë deri më sot. Kam 2 vendime të formës apelit dhe asnjë kokër lek unë xhep.
Ata grabisin të tërë, ka për të tërë, thonë ata. Bile më thonë troç atje mua, ke shumë ti. Me që ke shumë ti jam neve, jo ti, që je i zoti. Troç e fare. Qa prisni ju? Ju kujtoni se njerëzit, do më dhe ngrijet një shpendur dhe vajtje vrau atje, a i ka 12 vjetë që ankohet. Dhe ka dalë edhe kë varianti tjetër që ne jemi shumë ti je nje. Shdo të thotë ti je shumë e unë je nje, me që jeni shumë beni turm kusarësh për të grabitur njeriun, që i gjeni vetëm. Tani ti jeni të sigur që duhet ta përsëris edhe një fjallën, ata zyrtarë që bëjnë punën e ndershme, dhe unë kam më raste, ja kam thënë dhe Altinit, kam më raste, kam dokumenta në dorë që gjyqtarë të caktuan, 1, 2, 3, 5, nuk janë vetëm një, po janë disa, kanë dhenë vendime ashtu si që takon ligjit dhe si që takon provës. Po pjesa me madhe e tyre e kanë shkelur atje ku s'ban me. Ata mund mos përfitojnë nga unë që jam vetëm, se unë prap ditja u gjejanën. Unë do t'i qoj në burg të tërë, nga i parit e ki fundit. Në burg apo do arrijnë në një vendim si në rastin... Jo, se ka me fuqin, unë po të kisha berë atë e kisha berë që para 15 vjetë se beja sot. Sa vite keni që merrni me drejtë? 17. 17 vjetë, 15 vjetë, kokër më kokër, me letra të vërtetuara nga prokuroria dhe nga gjykatët. Çdo ditë vinë vendime dhe shiko çka kanë gjetur një variant. Sepse gjykata për të drejtat e njeriut ka thënë kshu. Do më thënë që nuk duhet lëndohet njeriu pa pasur prova, të ruhet sekreti i të dhenave personale, të mos akuzohet pa faj një në tjetërën. Haroj një gjë, që këtu viktima jam unë, dhe gjykata për të drejtat e njeriut flet për mua, nuk flet për shtetin. Gjykata për të drejtat e njeriut nuk mbron shtetin, mbron njeriun e viktimizuar. Në radhë të parë, nuk mbron kriminalin. Dhe këtu kriminali është shteti vetë. Për të bërë një rezume për gjithë ata që na ndjekin për të hyrë në brendësi të temës, cila është problemi që ju keni me gjykatën? Që kam me gjykatën? Pronësie, problem... Atëre, duke filluar që nga aja, Banka e Shqipërisë, Banka Intesa San Paolo, Kompania Western Union dhe Banka Raiffeisen, po është dhe një bankë tjetër që nuk është pjesë e vendimit të formës prerë, kanë grabitur çdo qindark që vjen për mua për shkak të shërbimeve të mia që nga viti 2008 e këtej. Pjesa më e madhe parave i ka vjedhur Sali Berisha me shok, nga viti 2008 deri në vitin 2013. Të ardhurat që vinë nga biznes? Atë të ardhurat vinë nga shërbimet dhe shteti di shumë mirë se çka ka bërë. Unë punoj për shtetin. Unë punoj për shtetin dhe shtetin bie me shqelm, ky shtet qelmanik. Ky shteti poshtë, ky shtet vëllësir, më poshtëron mua dhe më sulmon nga 4 anët, është munduar të më marrin jetën kush e di sa herë. Pra ju kanë hequr nga puna apo si? Jo, më grabisin, më vjedhin parat, i fshejnë atje, është shkruar në vendimin e formës prerë. Fshejje transfertash, deklarimi rrem para prokurorit, pastrim parash që vinë në emrin tim, pastrim parash, marrje në mbrojtje të njeri tjetrit, korrupsion, domethënë janë të gjitha vepra penale që në sekondën që ka dalë ai vendim, të tërë ata duhet shkonin në burg. Asnjëri në burg, asnjëri i thirrur nga policia dhe nga prokuroria deri tani. Asnjëri. Lekët i kanë marrë, jo kanë hequr nga banka dhe i kanë përdorur për... I kanë marrë, Banka e Shqipërisë i ndihmon bankat e nivelit të dytë që të fshejnë parat. Çdo gjë ata. Edhe tani kanë zhdukur gjithë dosin në Bankën Intesa San Paolo. Të njëjtën gjë ka bërë Banka Raiffeisen. Dhe të tëra këto veprime i mbulon Banka e Shqipërisë, që ka vjedhur dhe vetë. Ju keni hedhur në gjyq Bankën e Shqipërisë tani? Të tëra bankat. Është vendimi i formës prerë, duhet ishin arrestuar ata që ndatën 15 maj vjet të 24-s. E kuptoni jo bejo? Këta nuk e regjistrojnë fare prokurorët, sepse e dinë që po e regjistruan janë të detyruar t'i arrestojnë, prandaj se e regjistrojnë fare. Do këtu ndodhin gjëra të paimagjinueshme për ligjin. E dini? Dhe prandaj ata gazetarët që kanë studiot e mëdha nuk pranojnë të flasin me mua. I kam hedhur disa video, nëse i keni parë. Që unë i ndjek gazetarët nga mbrapa. Keni parë ju që qytetarit të ndjek gazetarin nga mbrapa? Që gazetarit mos i bëj përshtypje fare që është një vendim i formës prerë i paregjistruar me $50 milion brenda, jo me 1-2. Pra, të ardhurat që ju kanë marrë nga llogarit janë $50 milion? Janë çik më tepër ato, po 50 milion janë të shkruar në vendimin e formës prerë. Ti pas kam shumë se buxheti i shtetit. Po pra, unë kam shumë se buxheti i shtetit. Bile ata prokuror thonë atje prit sa ti grumbullojmë ne se shteti s'ka para.
Shteti mban vetëm me paratë e mia? Po na shojnë kurrëshi, kush ti hedh legët, 50 milion dollarë shumë. Atëherë se kush mi hedh lekët, mos shko pyet në prokurori, ta japun përgjigjen. A pyet Altin Dumani se i ka dhe ai të tëra. Atë prap se kush është Altin tjetër? Atëherë Altin Dumani, sa për Altin Dumani ai ka mbi $1 miliard të mijet. Të mijet. Ka atje, ka 3 vjet që ka shkresën atje, e nuk lëviz nga vendi. Unë jam budalla, Kthe që. Kthe që pyetën kthe që. Do të shikosh vendimin ti zotëri që më thuaj mua budalla se ka shumë si ty, keti? Maro puna atje. Po mos ndëhy se po. Të mos jarrosh ti, Nuk e se si sqaron se po flisin intervistë. Po flet, nuk ke mendimin, ata ajo është fort. Mirë më mirë shtuta se sa të bënin festë. Pastaj kur flet, pastaj Është mbushur Shqipëria me këta lloj kështu. Dhe kanë të drejtë, di pse kanë të drejtë. Se prandaj mbyllin ato ato të televizionit atje të madh. Që ti shikojnë të gjitha dokumentat nga e para deri ke fundit dhe pastaj shikojmë të flet dot ashtu ai. Vim tek tema. Jo, kjo është pjesa kryesore. E kuptoni ju apo ja? Që ata kanë mbjell gjithë opinionin publik kundër meje me këta lloj kështu. Sepse prandaj se hapin televizionin atje që të shikojnë, ta nxjerrin me shkresën e gjykatës, të prokurorisë, të mia, të gjitha, të nxjerrin të tërë atje. Qesh ai atje. Shikoj atje. Fale, çka ke për të folur? Po çka ke për të folur? Le. Nuk mund ta marrë njeriu. Të më çohesh mua atje. E lëm. Ta tregoj trapin unë ty. E mbyllim. Mua. Jo për çka? o zotëri. Po le më vlerë se ne ndërgjish. Hajde, oj. Po ti më ofendove mua, qysh mu... Shpresojmë që drejtësia të vejë në vend për të gjithë. Drejtësia duhet të vejë në vend se s'bën. Pse vetëm në Shqipëri ndodh që njerëzit të ikin gjysma e popullit e të mos ketë reagim. Dhe njerëzit nuk ikin kot nga vendi. Ikin nga vendi sepse ata janë të poshtëruar, të dhunuar, të dëbuar qëllimisht nga vendi. Për t'i vjedhur, për t'i grabitur, për të vjedhur pasuritë e njerëzve, për të vjedhur dhe pasuritë e vendit tëra. Këtu një shudhiter i jepet Izraelit. Ju nuk e kuptoni çdo të thotë që i jepet Izraelit. I është dhënë Kasnerit, po Kasneri është Izraelit. Dhëndri Trumpit është qifut. Dhe sa për djeni, Izraeli po pushton të gjithë ishujt, ka pushtuar po thuajse gjithë Qipron, gjithë bregun grek të Qipros. Se kuptoni vetë, gjithë ata që po ikin nga Izraeli, qytetarë që kanë frikë andej, kanë vajtur e pozent gjithë brigjet për të krijuar koloni. Po e marrin Sazanin për të krijuar koloni për Izraelit. Ju nuk e keni idenë se çfarë po ndodh. Qëllimi i Izraelit që do të pushtoj komplet. Izraeli është vendi i psikopatëve, nuk e kuptoni juve se vetëm një psikopat mund të vrasë një popull të tërë, ta rrafshojë komplet, siç po bën me Palestinën. Atë që po bën me Palestinën, do bëj me të tjerë, këtë plan ka. Ai thonë se merr atë Sazani i bie na vrasë edhe ne. S'do të vrasin, do të fusin në sherr. Njësoj është. Do të fusin në konflikt se s'bën. Atë punë kanë bërë ata gjithë jetën. Se po e bëjnë sot, kanë gjithë jetën që e bëjnë atë punë. Po ju se kuptoni se për çfarë i mbjellin të gjitha njerëz. Ju se kuptoni pse mbajnë në qeveri Edi Ramën. Për çfarë e mbajnë në qeveri Edi Ramën? Ai e mban. Shteti Izrael, po kush e mban? Ka lidhje direkte me Izraelin? Direkt. A nuk e mori para 6 muajsh mori dekorat në Izrael? Merr kryeministri i vendit më të vuajtur të botës, që jemi neve, që kemi ndendur 20 shekuj në pushtime, të masakruar nga romakët, nga turqit, nga italianët e tjera, ne bëhemi me Izraelin që masakron një popull të tërë, Palestinën, kë kulmi. Kur gjithë bota hidhet kundër Izraelit, kryeministri ynë është me Izraelin. Që ne duhet ishim të parët kundër tyre. Pastaj është për vetë mbrojtje kjo? Për vetë mbrojtje të kujtë? S'kemi fuqi. Po pse Liechtensteini ka fuqi? E dini ju se në botë janë vetëm 4-5 ushtri që kanë fuqi, të tjerë të jetojnë pa ushtri praktikisht?
Ne po e fusim vete në konflikt me atë lloj politike, edhe me këta lloj gjyqtarësh e prokurorësh. Flas për ata që me të vërtet kanë bërë faje, i lem janë të tjerë, s'kan pse ta ndjejnë veten të ofenduar. Bile duhet ta ndjejnë veten krenar që bën një detyrë që i shërben popullit, kur i shërben me të vërtet. Ndërtoni një opinion që t'i japin popullit vërtetësi, që të shikoj të vërtetën në sy, sepse kjo është detyrë e gazetarit. Kush do të debatoj me mua, kur t'i doj kokra e qefit, aptazi, jo kështu